si u ka hije bive këtij vendit, megjithse janë bërë tëna përpjekje që janë mujë me na shpërda, janë bërë tëna përpjekje që janë mujë me na shkel, me na i marrë drejtat, me premtime e rrëna, e kur gja nuk ka shkua, ashtu si kanë folë, po na i mëso me të, po urej që punë të na shkojnë marë, orët e të parve synë, inshallah në sjellin bashkim dhe përparim e fitoren jo gjanë tjetër veç ata që në takon si malsor, si hot në grut regjan të kojas e popullit malësis madhe. E ka fjallë në kryetari i shëqas Nikol Camer. Të nderuam të pranishëm në këtë takim promovues të listës të Lidhjes Demokratike për zgjedhjet lokale të kuvendit të komunës urbane të Tuzit. E kështu si e ka emrin e gjatë, punti ka të shkurtna e jo të mira, por na ka met të dera dhe ashtu si është, po munohna me i dalë zot, spakut të kemi mundësi, të kemi rast që me folë për tana këto padrejtësi që na bëhen. Spari do t'ju falenderoj gjithë juve që keni ardhur këtu, por gjithsesi të falenderoj këta djelmoqa që janë marrë me organizimin e këtij takimit, në rënd të parë tonin e Lucën dhe gjithë ata që ju kanë ndihmuar. Dhe t'ju them se është një kënaqësi e veçantë të gjindemi në këtë vend zanash, në këtë vend legjendar, në këtë vend që ka pas rëndësi jetike për popullin ton, për hotin në përgjithësi, por edhe për kalimtarët e rastit të cilët hoti gjithmonë ka di me i prit e me i përcjell. E thash veç se jemi një listë që ka dalë në këtë zgjedhje dhe ka dalë e vetme. Pajtohem me ata që ka tha pak më parë Kola, se ky pushtet ka ban çka ka qenë e mujtun, me na shpërda, me na coptua, i herë duke ne shpërnda e coptua trojet, pastaj duke na shpërnda na ka shpërnda koha nga aspekti konfesional dhe duke shfrytzuar nga kjo ndanje, pastaj duke na shpërnda me lëvizje të ndryshme demografike, e në fund në kohën e pluralizmit duke bërë çmosin që të jemi të shpërndar edhe nga aspekti politik. Lidhja Demokratike, si subjekti i parë, i formuar në vitin e 1990, është subjekti më i vjetër sot i regjistruar në Malëzi, u prit në fillim shumë mirë nga malësorët, nga shqiptarët në përgjithësi, në mënyrë të veçantë nga hoti. Hotnit, hotjanët e pritën dhe i përkrahen fuqishëm në atë kohë kur nuk ishte e lehtë. Dhe kam bindje se hoti gjithmonë na kem më i miri, edhe Malësia në përgjithësi më e mira, më e forta, më e përqendruar në ata çka i takon me ban për vendin e vetë, për komin e vetë në përgjithësi, ka qendra atëherë kur na kanë mas shtirit. Kohët e mira, e ato kohët e buta, një fije na kanë zbut duket edhe ne, kështu që paraqitja e sistemit shumë partijak, oferta që vinë prej do partive tjera, në forma të ndryshme, kanë arrit që të mbjellin atë përçamje për të cilën folën parë. E kam thonë disa herë dhe duhet ta përsëris. Kur nuk ka qenë nevoja më e vogël e mundësia më e madhe që me u asimilua apo me lëshua Malësinë. Them se kur s'ka ka nevoja më e vogël për arsye se jetohet bajagi mirë, për arsye se vllazërit tanë në diasporë bajnë çmosin që ne të jetojmë mirë, bajnë çmosin që ne kemi kushte për jetesë këtu që mos të lëshojmë këtë troje, por edhe për faktin se kemi dy shtete shqiptare të cilat do duhej të kujdesen edhe më tepër, por ka vetë fakti se i kemi
përbridhe në Ballkan jetojnë mbi 8 milion shqiptar, duhet na siguroj, duhet na japi farë sigurie që ne s'kem nevojë. Për ta thënë nevoja është shumë e vogël. Por mundësitë janë të mëdha. E pse janë mundësitë e mëdha? Sepse nga njëherë lakmia na shtyn të harrojmë ata që kemi detyrë me faktin se kemi ardhur në jetë. E një prej detyrave kryesore do duhet ishte që duke edukuar rrit familjet në këtë vend, të apërcjellim ato vlera që i kemë trashëguar na prej të parëve, që ne jemi një urë në mes të breznive. Një pjesë e mirë e malësorëve e luan këtë rol jashtëzakonisht mirë. Duhet të them pjesa më e madhe. Në këto kushte, këto rrethana, nuk ka kollaj me i pa fëmijët, e me edukua, e me i pas shqiptarë të kulluar. Se ofertat nga themi atje janë të mëdha dhe kërkojnë integrim me asimilim, jo integrim me identitet. Integrim me identitet, në qoftë se por sa kalon themin, kërkohet që gjuha e komunikimit jetë vetëm e gjuhë, që nuk është gjuha jote, atëherë atë është thirrë të ruhet identiteti. Sepse njerëzit lakmia për punë, për pozita më të mira se nga një herë po i rrën, apo rrën njerëzit pas këtyre tentimeve. Prandaj them se mundësitë janë tepër të mëdha që ne të rrëshqasim. Po për hir këtyre mundësive, unë e çmoj se nevoja jonë që të angazhohemi edhe më tepër, që të rezistojmë, është edhe më e madhe. Ne si subjekt atë detyrë u munduam ta kryejmë sa më mirë që ditme. Natyrisht se gjithkush që punon din edhe të gabojë, ka mundësi të gabojë, domethënë në veprimet e veta, atë rikthehet si bumerang dikun, por do t'ju them edhe diçka, se në qëndrimet e veta këta njerëz dhe kjo parti dhe kjo listë që delson dhe para jush këtu e kërkon votën, në qëndrimet e veta, e për këta që e quajt me parim nuk ka devijua asnjëherë. As tash kur ishin premtimet, nuk pranoi të hyjë në valle me ata që u besuan edhe pranë premtimeve lajkatare të pushtetit. Dhe kjo ishte arsyeja që në këto zgjedhje le mbetëm vetëm e nuk jem bashkë me të tjerët. Sepse ata me të cilët ishim e me të cilët i fituam me votat në vitin 2006 edhe i fituam me votat në 2010, pranuan të hyjnë në bisedime që tuzit dhe malësisë të sjellin diçka më pak se komunën. Vllazën e motra, nëse pushteti na sjell ndonjë lloj të qeverisjes që është i papranueshëm për ne, i papëlqyeshëm për ne, natyrisht ne s'kem zgjojmë se kem pranuar komunën urbane, s'kem zgjojmë, do të them shpesh se qiella nalt e toka forte, s'kem ka ikim, duam ta ruajmë këtë trull dhe duhet të pranojmë kushtet e rrethanat dhe rregullat e lojës për të jetuar këtu. Por të pranojmë që ne të propozojmë e ne të kërkojmë diçka që është më pak se komuna, ajo është e papranueshme. Isha në Washington para sa më një muaj do të thotë, kur ishte edhe kryeministri Gjukanović. Dhe një prej temave kryesore të bisedimeve ishte çështja e komunës së Malësisë. Dhe Gjukanović arsyetohet para Biden dhe të gjitha zyrat ku pranohet se ne ishim duke realizuar projektin e komunës së plot, por shqiptarët kërkuan diçka tjetër dhe ne duhet të realizojmë ata çka ata kërkojnë. Unë jam mase i sigurt se DPS-i s'ka pas plan të na jap komunën, se të kishte pas plan e kishte realizuar. Por ka gjithë njerëzit mbi të cilët shkarkon përgjegjësinë. Të nderuar të pranishëm, unë e çmoj se njeri që merret me politikë e që fiton për krahjen e votuesve, e popullit të vet, e ka me borxh me utej besnik, gjithsa ma shumë që është e mundshme, dhe në sakrificat më të mëdha, unej pra besnik fjalëve dhe premtimeve që i ka dhënë. Në qoftë se ne jemi zotuar për komunë, nuk ka të kompromise dhe thonë dikush, o, kjo politike do të me bë kompromis. Kompromis mundet vetëm pas që të pyetet votuesi për shtri. Dhe delet në vota për shtri me projektin për komunë të kryeqytetit. Dhe të shohim si kalon. Ne sot kem situatën që ata që kanë nënshkrua atë kërkesë, të cilët bëjnë çmos që me kërkua, me kalua komuna e kryeqytetit me ligje, në fushat bëjnë të njëjtin muhabet, veç komunës ka tjetër. Pra të mashtrime. E unë e them se ndoshta DPS-i
e ka gjetë mirë të provojmë na mashtrua. Por partia shqiptare me provua, me trahtua e me mashtrua votuesin e vet, për t'i marrë vota më shumë nesër me çka don, ajo nuk shkon. E me qenë se kjo nuk shkon, ata që nuk e pranojnë si shkueshme, si të kalueshme, natyrisht se s'do të bojnë shoqëni, s'do t'jenë valle me ta. Këto janë vërtetësa nga arsyet pse ne e provuam, e morëm përsipër këtë përgjegjësi që me dalë në këtë zgjedhje vetën. Sepse duhem të jemi zani i gjithë atyne që vërtet angazhohen për komunë të plotë. Zani i gjithë atyne që nuk pranojnë që malësin dikush ta marrin për kam. Zani i gjithë atyne që menojnë se malësort e kanë ruajtur krenarinë e vet. Zani i gjithë atyne që menojnë se malësia duhet të mbrohet me dignitet në gjitha institucionet ku të përfaqësojnë. Nuk mundet përfaqësuesi i malësisë me shkuar qoftë në Podgoricë, e mund të sot kështu e nesër ashtu, se burri për fjalët mbahet. Institucionet evropiane nuk pranojnë sot kështu e nesër ashtu. Një herë që i lër fjalët strën mas në bisedime, dhe politika e tillë mund të ketë sukses vetëm në rrethana aty ku populli nuk mund të informohet mirë. Pse s'mundet? Sepse televizioni bojnë këtu nuk shihet. Në Triesh nuk shihet, në Cem nuk shihet, në Grut nuk shihet. Dhe s'mund të jeni të informuar se çka ndodh në parlamentin e Tuzit. Para 3-4 ditë, 5 ditë sa vonë, kem pas seancën kur u themelua komuna, bashkia lokale e Dheut Zi, por në Karabushko Pole, ashtu si e meriton atë se sikur të merrshin bashkinë lokale Dheut Zi atë mos vetë për ne. Dhe ne ishim aty që ta kundërshtojmë dhe të rezistojmë për këtë. Propozojnë bashkinë lokale Dheut Zi, të njënimi familje që kanë ardhur aty si kanë ardhur, mos flasim tash me siguri janë projekte, cilave nuk e kem lehtë tu him në gjurmë, se të janë projekte të shtetit dhe unë e çmoj sa është një okupim modern. Por Dheut Zi përfshin për rrugës për Podgoricë deri në Cem deri në aeroport. Sikur ajo pranohej, domethënë faktikisht ne kemi një komunë në komunë. Dhe çka po na mbetet ne. Dhe këto hile i bajnë ata që sot e kanë listën, falni unë s'mund të quaj ndryshe, por hilen ma antishqiptare që ka pas në Hertuzi. Të udhëhequr nga 5 njerëz të një konfesioni e quaja Parti Qytetare. Dhe në vazhdim me 5-6 tjerë persona prej Dheut Zi, prej Karabushko Pole që kanë ardhur dje. A duhet na fatin tonë, të vive tonë të lanë në duart e asaj liste? Kanë marrë pushtetin para 4 vjeç sa kanë hyrë punë qesin prej punë 3 katolik, 3 njerëz me fakultet, 3 njerëz në cilët kemi investuar 5 vite. Për me i përgatitur që me kanë shtyllat e qeverisjes lokale, po sa vinë kanë pushtet për faktikisht përmes disa emrave që janë si na, përmes tyre kryejnë ata projektet e veta, i largojnë nga puna. Punësojnë sekretaren që nuk din as një fjalë shqip, instalojnë flamurin bosnjak që kanë ardhur dje, e gjitha këto. Ne kemi nevojë pra për përkrahje që ky zot fuqizohet që të thomi stop. Që ajo soi strukturet mos të ketë shumicën. Se ata do të vendosin për fatin tonë, për fatin e djemve tonë, për fatin e fëmijëve tonë, për fatin e ardhmërisë tonë. Po lidhëm të seanca para 3-4 ditëshme. E di se zgjata, po mu për faktin se këtu s'ka bojnë, mu për faktin se këtu informacione nuk vinë, besoj sa mirë që t'i dini. Mbi 4 orë kem diskutua për këtë çështje, s'pakut të mbetën të shkruame. Se burri botës, më thotë çka do të jem këtu më të parë hera fol shqip kur ka ardhur Italia. E unë ju ati tash do më të votoj këtu gjyshi i s'ka di fjalë serbisht. A duhet ne ta bajmë barrën e asaj se kemi ruaj identitetin? Jo, vllazë dhe motra, jo se duhet me bajt atë barë, të mbajnë ata që janë konvertuar barrën e vet, por ne duhet me kallë më të fortë e më unik në mbrojtjen e atij identitetit. Dhe unë e di se as Nikol Thamaj, as Liga Demokratike vetëm s'mund të bëjë gjë. Ne na duhet bashkimi, por jo bashkimi për mrapsht. Jo bashkimi në xhepin e vogël apo në ombrellën e kujt do të qoftë që është atë Podgoricë. Ne na duhet bashkimi themit e knej. Ne na duhet me kput kërthizën që na lill aq tërnguhet me Podgoricën. Të jemi pjesë e Podgoricës do të mesin pa zhvilluar. Keni pa pjatën kur ulin këtu si është tregun. Katastrofë, shtu në djela si me Kandahar, është adi unë, sekund. 8 vite që e premtojnë se ka mu regulluar. 8 vite që në del para tona zgjedhëve çdo herë në ekran sa e bukur
se projektojnë atje mu duke në kompjuter mrakullime, tha, aman, ato po fitojnë është në ndreqin kështu. Kopshtin e fëmijëve, palesën sportive, varrezat e qytetit, rrugën për trijesh për pas për këpikalet, trotuaret që na ecin fëmija keni pas jetë për mbi rrugëve, rrezikohen për çdo ditë pa trotuare, për shembull Vuksana, deri zi deri në të qendrat karshi qytetit. Asnjë prej tyre nuk është realizuar. Dhe derisa ne fillon me kërthizme ta, atëherë more shembull tha njëri s'mundesh pa biologji, po biologjia është ajo që e ban jetën. Fëmia derisa është në barkun e nanës rritet përmes asaj kërthizë dhe i shkon ushqim për saj lytet me jetë gjallë. Ushqimin e vet vërtet e zhvillimin e vet pashë kputet ajo kërthizë. Dhe për malësor s'ka zhvillim, për malësi s'ka zhvillim deri atëherë. Kemë lloj problem që lidhet me këtë kërthizë dhe me këtë do ta mbylli se di se zgjata. Bashkimi i subjekteve shqiptare nuk mund të ndodhen derisa partia në pushtet në Podgoricë ka me kërku aleat të vetën tos. Se gjithmonë ka me i gjithë. Njëherë ka mu hifu katolikëve, ka me fitu muslimanët. Pas ataj ka mu nëllë diçka tej, e ka me marrë tak nej. Dhe gjithmonë kam nashtin, Nikola dhe shtë mja bon ata Fadilit, apo Fadili marrë këtë knejna. Edhe ne, isesi, kemë ranat gretë për fatkeq. Sikur ajo lidhje me Podgoricën mos ishte ka që afër interesat e këtyre zotrinjve që janë zotë në atë koalicion turpi. Unioni Demokratik i Shqiptarëve, lista Fërtuzin, partia Boshnjake dhe DPS-i, ata s'kishin me pas nevojë që të keni koalicion tillë dhe të krijoshin kushtet që shqiptarët pa marrë parasysh përkathinë konfesionale, përkathinë fetare të jenë së bashkut. Dhe atëherë vetëm mund të zgjellim çështjet. Deri atëherë s'ka komunë, deri atëherë s'ka zhvillim. Deri atëherë kemë nevojë që të fuqizohemi, që të jemi lokomotive atyre bisedimeve që kanë me çu drejt bashkimit. Se pa bashkim të spektit politik shqiptar, derisa ne të mbetemi në pakicë, derisa ti kemi prej 22 mandateve ma pak se 12 që është shumica, ne s'kem çka të bajmë. Të kësoj pushtetit s'kem çka të bajmë, barabar se s'ka pushtet ka veç shumit, por ajo shumit krijon do kushte të reja dhe punon në ndrrimin e statusit. Duke i falenderuar për këtë dëgjim me vëmendje, unë kisha dashur që t'i jap fjalën edhe një njeriu nga shtabi, me qenë se ne në këtë zgjedhje kemi dalë me emrin e Lidhjes Demokratike, kemi dalë subjekt në vete, por rreth nesh na nathrua shumë aktivist dhe kemi formuar një shtab edhe me njerëz të cilët nuk janë anëtarë të lidhjes, por janë dashamirë të çështjes dhe janë promotorë të fortë të idesë për komunën e plotë të Malësisë. Prandaj, duke i falënderuar për kontributin që na kanë dhënë këtë fushat, fjalën do t'ja jap edhe Pashko Gjokaj në emër të këtij shtabit të zgjeruar zgjellor. Ju falenderoj shumë.